Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës tashmë do të kenë mundësinë për praktika të paguara pune fal një marrëveshje të firmosur ditën e djeshme me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universiteti Politeknik i Tiranës firmosën një marrëveshje për mbështetjen dhe përgatitjen e studentëve përmes praktikave të paguara të punës, me qëllim aftësimin e tyre profesional si dhe njohjen nga afër në terren me të gjitha proceset e zhvillimit të infrastrukturës. Kryeministri Rama në fjalën e tij tha se do të ketë më shumë programe të kësaj natyre për t'i dhënë mundësi studentëve të ndërtojnë të nesërmen. Edhe më tutje dhe duam që të artikulojmë edhe më shumë programe të posaçme të kësaj natyre për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që studiojnë në universitet që të fillojnë të materializojnë një perspektivë të nesërmes pa mbaruar ende studimet dhe që të përfshihen në praktika pune të cilat ju hapin atyre këtë perspektivë përmes inteligjencës artificiale mund të bëhen kapërcime epokale të cilat përndryshe do ishin krejtësisht të pamundura, pavarësisht talenteve, pavarësisht ambicjeve, pavarësisht vullnetit. Ne do të përgatitemi që edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm dhe në buxhetet e viteve të ardhshme të kemi një komponent që të mbështesim të gjitha sprovat që do t'ia vlejnë të mbështeten në këtë drejtim. Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se kjo marrëveshje do jap mundësi studentëve të njihen nga afër me proceset e punës, ndërsa theksoi se me hapjen e hekurudhës Tiranë-Durrës dhe zhvillimet e tjera infrastrukturore do të rriten nevojat për profesionistë. Një pjesë e mirë e ekspertëve që punojnë në këtë sektor janë në vitet e fundit karrierës tyre dhe do t'i duhet t'i lënë stafetën një gjenerate të re profesionistësh për të garantuar zhvillimin e vazhdueshëm të vendit tonë. Vetëm gjatë vitit 2024 dhe 2025, OSHE Group ka nisur një nga praktikat më të mira, duke hapur një thirrje për të rekrutuar sa më shumë inxhinier dhe teknik të rinj. Kemi patur 245 aplikime për 60 vende inxhinierësh dhe elektricistësh. Dhe nga ana tjetër, sot janë hapur sërish aplikime 223 të tilla, të cilat synojnë që të kenë edhe një grup të dytë. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur edhe në Alpetrol, ku vetëm pak muaj më parë në një thirrje ku morën pjesë 90 inxhinier dhe gjeolog, 20 prej tyre kanë nisur një praktikë të paguar për një vit. Keni parasysh që me fillimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës, e cila duhet nisë operimet brenda vitit 2026, do të nevojiten punonjës të trajnuar në mënyrë të ngjashme me stafin e kontrollit të trafikut ajror. Ne do të zhvillohemi në mënyrë paralele dhe në dy sektorë të tjerë modern, që është ai i kontrollit detar, duke pasur parasysh të gjithë projektet që Republika e Shqipërisë ka dhe masterplanin që jemi duke dizenjuar për të pasur në 476 kilometrat e bregdetit ton disa marina moderne. Pas prezantimit të programit, Ministrja Balluku dhe rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës, Akli Fundo, firmosën marrëveshjen e bashkëpunimit. Rreth 30% e të rinjve të moshës nga 15 në 24 vjeç janë aktiv në tregun e punës. Punësimi më i lartë është tek ata me arsim të lartë, ndërsa vetë punësimi më i lartë tek ata me arsim 9-vjeçar. Një pjesë e rëndësishme e tregut të punës janë edhe të rinjt. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, rezulton se 30.2% e moshës 15 deri në 24 vjeç janë aktiv në tregun e punës. Megjithatë, edhe pse më pak se gjysma e tyre janë të punësuar, këtë situatë ndikojnë disa faktorë si ndjekja e arsimit, mungesa e eksperiencës dhe mundësitë e kufizuara të punësimit për këtë grup moshë. Nëse i referohemi të dhënave për vitin 2024, për këtë kategori lidhur me punësimin sipas arsimit, vihet re se personat me arsim të lartë përbëjnë përqindjen më të madhe në tregun e punës. Konkretisht ata zën 50.9% të punësuarve të kësaj grup moshe, duke përfaqësuar gati gjysmën e saj. Për arsimin e mesëm punësimi arrin në 41.6%,
ndërsa përqindjen e më të ulët e mbajnë të rinj me arsimin 9 vjeçar, vetëm 17.1%. Kjo tregon se sa më i ulët jetë niveli arsimor, aq më pak të rinjt janë të pranishëm në tregun e punës. Megjithatë, situata ndryshon kur bëhet fjalë për vetpunësimin. Sipas statistikave, në grup moshën 15 deri në 24 vjeç, të rinjt me arsimin 9 vjeçar kanë përqindjen më të lartë të vetpunësimit. Me 13.4% e tyre janë të vetpunësuar, kundrejt punësimit gjithsej. Pas tyre renditen ata me arsim të mesëm me 11.5%, ndërsa përqindjen më të ulët e mbajnë të rinjt me arsimin e lartë, vetëm 6.1%. Ky fenomen lidhet me disa arsye. Të rinjt me arsim të lartë zakonisht i japin prioritet vazhdimit të studimeve, gjë që nuk u lë hapësirë për vetpunësim. Ndërkohë ata me arsim të mesëm ose 9 vjeçar shpesh ndjekin drejtime profesionale ose arsime praktike që u krijon më shumë mundësi për t'u vetpunësuar. Gjithmonë më shumë të rinj kohët e fundit po i drejtohen arsimit profesional duke lënë pas alternativën klasike të universitetit. Vetëm për gjatë 8 muajve të parë të këtij viti, mbi 7.500 individ kanë ndjekur formimin profesional. Gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti, 7.589 individ kanë marrë formimin profesional. Këto shifra tregojnë një rritje në 49% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit që lan pas. Por pyetja që në ngrem është një zgjedhje e të rinjve, të cilët nuk duan të studiojnë në universitete, apo kërkesë e tregut. Realisht është një kërkesë e tregut, sepse tregu sot më shumë se çdo gjë tjetër po kërkon persona që kanë aftësi të caktuara profesionale për të ecur përpara, por edhe për të bërë pjesë e tij. Le të themi që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe në mendsinë e njerëzve, sidomos krahasuar me 10 vite më përpara. Para 10 vitesh ishte nevojshme dhe madje ishte kërkuar që ti të kishe një diplomë të universitetit të lartë, të arsimit të lartë të universitetit, për të punësuar, për gjetur një punë të mirë e çdo gjë tjetër me radhë. Për këtë arsye kemi pasur shumë herë më tepër njerëz në universitete para 10 vitesh se ç'kemi sot. Dy faktorët kryesorë që e kanë larguar, le të themi, të riun nga universiteti janë patjetër largimi masiv që ka ndodhur të rinjve, po edhe kjo afërsi dhe tërheqje më e madhe për arsimin profesional. Gjithmonë më tepër, arsimi profesional po merr përparësi në krahasim me universitetin, sepse jep mundësinë të rinjve që të bëjnë një arsim i cili zgjat 1 deri në 2 vite ose edhe 3-4 vite, por duke mos investuar shumë kohë të gjatë dhe para në një arsim ose një diplomë e cila në fund të ditës nuk do mund të jepte një punë që paguhet mirë. Sot për sot, profesionet siç janë ato dhe më të kërkuarat, elektricistët, hidraulikët, mekanikët, të tjerë me radhë, janë të gjitha profesione që marrin një pagesë të mirë në Shqipëri, sidomos në krahasuar dhe me profesione të tjera që kanë tashmë një, le të themi, një diplomë të universitetit ose të arsimit të lartë. Sipas statistikave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, gjatë periudhës 8 mujore të këtij viti, 4.639 janë të rinj deri në moshën 29 vjeç, të cilët kanë zgjedhur formimin profesional, ndërkohë gra dhe vajza janë 4.292 në total dhe antarë të cilët janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike janë 807, të cilët kanë zgjedhur të jenë pjesë e formimit profesional. Digitalizimi i sistemit të pagesave si dhe futja e Shqipërisë në sistemin evropian kanë krijuar mundësi për transferta të shpejta dhe shumë të lira. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Seiko, tha se kostot për transferta digjitale ulen deri në 10 herë. Përveç planeve të qeverisë për reduktimin e pagesave me para në dorë, edhe Banka e Shqipërisë është duke punuar në disa drejtime për digitalizimin e sistemit të pagesave, teksa në vitin 2026 pritet të nisë zbatimi i një sistemi të ri që aktualisht po zhvillohet në bashkëpunim me Bankën Qendrore Italiane. Detajet u bën me dije nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seiko gjatë konferencës për shtyp mbi politikën monetare. Me mbështetje e Bankës Italisë po bëhet në drejtim të implementimit të një sistemi të pagesave të shpejta që quhet tip sklon. Ky është një sistem i Bashkimit Evropian, të cilin e përdor Banka e Italisë ose ka përdorur dhe instaluar Banka e Italisë në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe Shqipëria parashikon që ta implementojë këtë sistem gjithashtu gjatë vitit 2026. Ky sistem do të sigurojë kryen e pagesave të shpejta 24 orë në 7 ditë të javës, me celular, me karta, me kosto minimale. Dhe normalisht ne parashikojmë që të kemi një ulje të ndjeshme të përdorimit të keshit, rritje të formalizimit të ekonomisë, rritje të përfshirjes financiare në VMC. Seiko foli dhe për përfitimet që do vinë nga SEPA, e që sipas tij do mundsojnë shpejtësi, siguri dhe kosto më të ulta për transaksionet bankare. Komisionet për transfertat digjitale deri në 40.000 lek janë zero. Transfertat në lek nga 40.000 lek deri në 10 milion lek do të chargjohen me 0.005 të vlerës së tyre, por jo më shumë se 500 lek për komision për transfer.
dhe pastaj transfertet e tjera mbi 10 milion lek, do të jetë maksimumi i komisionit 750 lek. Pra nuk do të ketë komision mbi 750 lek për çdo lloj transferte në lek të kryer në formë digjitale. Transferta deri në 100.000 euro do të jetë 0.01 e vlerës dhe transfertat mbi 100.000 euro nuk do të jenë mbi 25 euro komision. Ndërkaq, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit. Të dhënat e vrojtimit më të fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se besimin ekonomik ka pësuar një rënje me 1.3% sa i takon muajit shtator të këtij viti. Konsumatorët dhe shërbimet janë të vetmi sektor që kanë shënuar rritje. Besimi në ekonomi nuk e ka ndalur prirjen rënëse edhe në shtator. Sipas vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike u tkurr me 1.3 pikë. Kjo rënje erdhi për shkak të dobësimit të besimit në sektorët e industrisë dhe tregtisë, ndërsa shërbimet dhe konsumatorët janë të vetmit me rritje të besimit. Konkretisht, besimi në industri ra me 6.3 pikë në muajin shtator, si rritoj vlerësimeve të përkeqësuara për prodhimin industrial dhe pritjet negative për porositë nga eksportet. Bizneset e këtij sektori prisin çmime në rënje në të ardhmen, ndërkohë besimi i konsumatorëve në ekonomi është rritur me 0.8 pikë. Kjo rritje e besimit të konsumatorëve në ekonomi erdhi për shkak të mundësisë për të kryer blerje të mëdha momentalisht dhe pritshmërisë për të bërë edhe më shumë blerje në të ardhmen. Pavarësisht kësaj, ata nuk janë shumë optimistë për gjendjen e tyre financiare dhe situatën e përgjithshme në ekonomi në të ardhmen. Rritja e kërkesës në bizneset që operojnë në sektorin e shërbimeve bëri që besimi në këtë sektor të rritet me 2.5 pikë në muajin e mëparshëm. Ata parashikojnë edhe ulje të çmimeve në vijim. Nga ana tjetër, besimi në ndërtim nuk ka ndryshuar. Për sa i përket besimit në tregti, ai ra me 9.7 pikë në shtator, duke ndërprerë prirjen rritëse të 2 muajve të fundit. Kjo rënje u ndikua kryesisht nga vlerësimet në ulje për ecurinë aktuale të biznesit dhe më pak pritjet për nivelin e punësimit në të ardhmen. Pritjet për çmimet gjithashtu shënuan rënje. Dhënat më të fundit publikuara nga Banka e Shqipërisë për periudhën 2016-2025 tregojnë se pjesa më e madhe e huave të reja të korporatave jo financiare private të marra për muajin gusht të këtij viti janë përdorur pikërisht për overdraft dhe kapital qarkullues. Bizneset shqiptare vijojnë të marrin kredi kryesisht për të mbuluar nevojat e menjëhershme financiare dhe jo për investime afatgjata. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2025 tregojnë se pjesa më e madhe e huave të reja të korporatave jo financiare private të marrë në muajin gusht janë përdorur për overdraft dhe kapital qarkullues, duke dëshmuar vështirësi të vazhdueshme në likuiditet. Në vitin 2025 shuma totale e huave të reja të marra nga bizneset arrin në rreth 30.9 miliard lek. Overdrafti përbën një pjesë të konsiderueshme duke kapur mbi 7.6 miliard lek, ndërsa kredit për kapital qarkullues shënojnë rreth 6.4 miliard lek. Kjo orientim tregon se kompanitë fokusohen më shumë tek sigurimi i xhiros së përditshme sesa tek zgjerimi i aktivitetit. Pra huamarrja nuk shkon kryesisht për zgjerim strategjik, por për mbijetesë dhe ruajtje të qarkullimit të përditshëm. Një element i veçantë për vitin e fundit është rritja e ndjeshme e kredive për blerje pajisjesh, të cilat kapin mbi 12 miliard lek, duke sinjalizuar një val investimesh në modernizimin e teknologjisë dhe pajisjeve. Në të kundërt, kredit për pasuri të paluajtshme që në vitet e mëparshme arrinin nivele shumë të larta, në vitin 2025 kanë rëndjeshëm në rreth 4.6 miliard lek. Megjithatë, ajo që bie më shumë në sy është se huat për hapjen e bizneseve të reja dhe për investime në instrumenta financiare pothuajse mungojnë gjatë gjithë periudhës analizuar. Kredia për çelje biznesi është një peshë modeste dhe të portofolit të kredisë për sipërmarrjet private në vend. Zakonisht hapja e bizneseve të reja mbështetet rrallë nga bankat tregtare për vetë faktin se mungon historiku i biznesit, që i mundëson bankës vlerësimin e performancës për të vlerësuar stabilitetin dhe aftësinë për të shlyer kredit. Megjithëse Banka e Shqipërisë ka blerë rreth 161 milion euro në tregun e brendshëm valutor, ajo nuk i ka zbutur luhatit e kursit të këmbimit. Rreth 45% e blerjeve totale janë realizuar vetëm pas datës 9 maj. Banka e Shqipërisë ka blerë 161.6 milion euro në tregun e brendshëm gjatë gjysmës së parë të vitit, me qëllim rritjen e rezervës valutore dhe stabilizimin e kursit të këmbimit. Gjatë muajit të dytë, banka ka zhvilluar shtatë-ankande ku janë blerë 88.90 milion euro, nga 33.20 milion euro të blera në tremujorin e parë. Prej datës 9 maj rezulton të jetë bërë një blerje prej 72.70 milion eurosh, e ndryshme nga ankandet e zakonshme. Por a kanë dhënë këto ndërhyrje rezultat në zbutin e kursit të këmbimit?
Pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, kursi i këmbimit ka marrë 8 pjetën për poshtë, zhvlerësimi i euros nuk është ndalur asnjë moment, duke rënë në 97 lek në fillim të muajit qershor. Sikur si ishte lajmëruar në dhjetor 2024, Banka Qendrore ka zhvilluar 2 ankande me opsionin forward me afat 1 muaj, pra përmes një marrëveshjeje paraprake për blerjen e euros në një datë të ardhshme dhe me një kurs këmbimi të përcaktuar që në momentin e arritjes së kësaj marrëveshjeje, ndërsa ka vijuar me zhvillimin e 2 ankandeve të tjera me afat 3 muaj. Deri në fund të këtij viti, Banka e Shqipërisë synon që të blejë nga bankat tregtare 270 deri në 350 milion euro, rreth 20 milion euro më shumë se në 2024. Si rezultat i të ardhurave nga turistët, flukset e euros janë më të larta në tremujorin e 2 dhe të 3. Për këtë arsye, numri më i madh i ankandeve zhvillohet në këtë periudhë. Banka Qendrore mban një rezervë valutore për të përmbushur nevojat e qeverisë për valutë për shlyerjen e borxhit të jashtëm, për të mbështetur tregtinë ndërkombëtare duke përmbushur kërkesën për valutë që buron nga importuesit, si dhe mundësuar ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë në treg, me qëllim parandalimin dhe zbutjen e lëvizjeve të forta të kursit të këmbimit. Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave kanë miratuar udhëzimin e përbashkët që përcakton tarifat reja fikse për veprimet e ofruara nga shërbimet përmbarimor gjyqësor shtetëror, ndërkohë që këto tarifa kanë pësuar një rritje për disa rasta. Qeveria ka përcaktuar tarifat e reja fikse të cilat do të aplikohen nga përmbarimi gjyqësor shtetëror, ku një pjesë prej tyre janë në rritje në raport me ato që janë aplikuar deri më tani. Referuar udhëzimit të përbashkët të Ministrit të Financave dhe Ministrit të Drejtësisë të botuar në fletoren zyrtare, tarifat e përmbarimit për vënien në ekzekutim të titujve që mbajnë vlerë detyrimi nga 1 deri në 500.000 lek variojnë progresivisht 6.000 deri në 30.000 lek. Kufiri maksimal i kësaj tarife ka pësuar 2 fishim. Tarifat fikse përmbarimore në përqindje për vlerat e detyrimit që nisin nga 500.000 lek është në nivelin 5.5% dhe më pas aplikohen në zbritje për vlera më të mëdha, ndërsa për vlera që janë nga 30 deri në 90 milion lek, përqindja e aplikuar është 1.65%. Për vlerat mbi 90 milion lek, tarifa fikse është 1.1%, e thënë ndryshe jo më pak se 1.48 milion lek dhe maksimumi deri në 2.5 milion lek. Udhëzimi detajon dhe detyrimet jo monetare dhe ato të pavlerësueshme, ku tarifat fikse lidhen me pagën bazë minimale. Për lirimin dhe vënien në posedim të pronës së paluajtshme, tarifa fikse përllogaritet në masën e 2 pagave bazë minimale mujore, kur prona nuk ka vlerë të përcaktuar. Nëse prona ka vlerë referuese sipas kadastrës ose ekspertit, tarifa llogaritet në përqindje mbi vlerën sipas tabelës së detyrimeve monetare. Për marrjen e fëmijës dhe lejimin e së drejtës së vizitës, masa e tarifës fikse është 5.000 lek. Tarifa fikse që lidhet me ekzekutimin e masës së detyrimit ushqimor është 0 lek. Për gjobat penale apo administrative, tarifa është 10% për vlera deri në 100.000 lek dhe 5% për vlerat mbi 100.000 lek. Për vendimet gjyqësore mbi sigurimin e padisë, tarifa përcaktohet sipas vlerës së saj. Kur padia ka vlerë deri në 500.000 lek, aplikohet 1/4 e pagës bazë minimale. Nga 500 deri në 2 milion lek, tarifa është gjysma e pagës bazë. Sipas udhëzimit, tarifa fikse parapaguhet nga kreditori, por në fund të ekzekutimit i ngarkohet debitorit. Për të gjitha tarifat e parashikuara zbatohet edhe vlera përkatëse e TVSH-s. Kategoritë kryesore që përjashtohen nga detyrimi i parapagimit të tarifës fikse në momentin e nisjes së procedurës janë subjekte që përfitojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti ose që përjashtohen për shkak të paaftësisë paguese. Subjekti që paraqet për ekzekutim një vendim gjyqësor mbi të drejtat civile në procesin penal, pala kreditore që paraqet për ekzekutim një vendim përfundimtar të gjykatës administrative, si dhe organet e administratës shtetërore për ekzekutimin e vendimeve për kundravajtjet administrative. Të ardhurat e përfituara nga kryerja e veprimeve përmbarimore i kalojnë në masën 10% shërbimit përmbarimor shtetëror, ndërsa 90% derdhen në buxhetin e shtetit. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.